Një zjarr I përmasave të konsiderueshme përfshiu pasditën vonë të ditës së mërkurë një beach bar në zonën bregdetare të Jonufrës, duke shkatëruar tërësisht objektin. Sipas burimeve, siç konfirmohet, dyshohet se shkaki I zjarrit ka qenë një shkëndijë elektrike në instalimet e brendshme të lokalit, e cila ka bërë që flakët të përfshinë në pak minuta të gjithë ambientin e ndërtuar, kryesisht me material druri dhe metali të lehtë, duke bërë shuarjen e flakëve pothuajse të pamundur. Forca zjarrfikëse pas njoftimit bëritën në vend ngjarje dhe ndërhyn për të shuar flakët, por pavarësisht përpjekjeve, objekti u dogji I gjithi. Zjarrfikësit punuan gjithashtu për disa orë për të shmangur edhe përhapjen e zjarrit në zonën përreth, ku ndodhen edhe bizneset të tjera, kryesisht sezonale. Ngjarja ka shkaktuar panik te pushuesit, por edhe banorët e zonës, të cilët panë me sytë e tyre se si flakët u përhapën brenda pak minutave me shpejtësi. Tepër e rrezikshme ka qenë edhe situata për shkak të bombulave të gazit që kanë qenë në brendësi të objektit në fjalë dhe përdoreshin për gatim në kuzhinë. Forca zjarrfikëse ka nisur të largojnë prej objektit 4 bombula të mëdha gazi për të shmangur rrezikun e mëtejshëm. Zjarrfikësit janë futur mes flakëve vetëm për të larguar bombulat e gazit, të cilat nëse do të kishin shpërthyer, rrezikonin jetë njerëzish, por edhe dëme të shumta materiale. Fatmirësisht nuk raportohet për persona të lënduar, ndërsa dëmet materiale në objekt janë të konsiderueshme. Grupi hetimor ka nisur verifikimet për të përcaktuar me saktësi shkaqet e zjarrit. Ky është rasti I dytë I cili brenda pak muajve, ku një biznes në Jonufër përballet me flakët, duke u shkëmbuar më pas totalisht, duke ngritur në këtë mënyrë shqetësimin për mungesën e masave parandaluese, por edhe instalimeve elektrike në objekte buzdetit, të cilat në shumicën e rasteve janë të përkohshme dhe të ndërtuara pas standardet e duhura të sigurisë.